Është zhvilluar në qytetin bregdetar të Durrësit Asambleja Partisë Socialiste me fokus zgjedhjet e brendshme të partisë dhe përgatitjet për zgjedhjet vendore të 2027-s. Kryeministri Edi Rama tha se në zgjedhjet vendore pret një fitore më të thellë, ndërsa komentoi dhe drejtësinë duke thënë se duhet të jetë e paanshme dhe profesionale. Në fjalën e tij para Asamblesë së Partisë Socialiste, Edi Rama tha se puna për reformën territoriale duhet të vijojë me ritëm të lartë dhe me pasqyrimin e qytetarëve në çdo zonë të vendit. Gjithashtu kreu i qeverisë theksoi se është emergjente nevoja për depolitizimin e administratës zgjedhore, pasi sipas tij Shqipëria mund të jetë sot i vetmi vend në Europë më politike në komisionet zgjedhore. Detyrën për të bërë një reformë administrative territoriale, e cila nuk mund të qëndrojë e mbyllur në huackën e një komisioni, por tani ka ardhur koha që të diskutohet. Dhe në radh parë ta diskutojmë ne me njerëzit në territor. Pushteti politik dhe pushteti ekzekutiv së bashku me legjislativin si shprehje e pushtetit politik me të gjithë proceset e brendshme në sistemin e drejtësisë që kanë të bëjnë me promovimet, që kanë të bëjnë me emërimet, që kanë të bëjnë me inspektimet, që kanë të bëjnë me shkarkimet. Gjithashtu Rama deklaroi se Shqipëria nuk po ecën me ritmin për përmbylljen e kapitullit të sigurisë ushqimore. Kryeministri Rama nga Durrësi foli dhe për riorganizimin e Kuvendit të Shqipërisë dhe propozimi i tij për uljen e numrit të deputetëve. Ai theksoi se ligji për referendumet është një ligj i munguar, duke njoftuar se duhet ta çojnë para brenda këtij sesioni parlamentar. Kemi folur për riorganizimin e Kuvendit të Shqipërisë. 10 legjislatura kanë hyrë dhe kanë dalë në Kuvendin e Shqipërisë 1136 deputet. Nuk besoj se ka shqiptar që do thoshte na duhen më shumë deputet, po besoj që s'ka shqiptar që do thoshte na duhen më pak deputet. Dhe ne do ta zbresim numrin e deputetëve. Dhe besoj që për këtë ne jemi vonë, por prap kemi të gjithë kohën e nevojshme që t'i thrasim shqiptarët në referendum. Dhe prandaj ne duhet të çojmë përpara ligjin e munguar për referendumet. Se ka dhe tema të tjera që ma ha mendja mua, do të na vlejnë shumë që t'i vendosim përpara shqiptarëve dhe t'u lëmë shqiptarëve të thonë se kush është me kë dhe kush është për çfarë. Akuzave të opozitës se Rama i mbylli derën e integrimit Shqipërisë duke mos i dorëzuar SPAK-ut Belinda Ballukun, kryeministri i përgjigjet duke thënë se negociatat nuk kanë dalur në asnjë sekond. Rama thanë se raporti i KE-s për Shqipërinë është i shkëlqyer dhe se nuk ka mërgat qyqesh në Berlin e Bruksel që e ndal këtë rrugëtim. Ndërkohë në Asamblenë e Partisë Socialiste Edi Rama tha dhe se çmimi i naftës parashikohet të rritet. Gjatë fjalës së tij kreu i qeverisë deklaroi se nëse çmimi kalon vlerën 220 lekë, do të ketë ulje me 20% të akcizës së karburantit.